Hetimi penal ndaj kryebashkiakut të Erion Viliajt ka hyrë në një fazë debati ligjor, pas pretendimeve se kallëzimet që ka nisur procedimin bazohen mbi identitetet paqarta dhe të pakonfirmuara. Sipas avokatëve mbrojtës, hetimi është iniciuar mbi bazën e dy personave të quajtur Nasta Pollumbi dhe Nesti Angoni, të cilët nuk figurojnë në regjistrin kombëtar të gjendjes civile në Shqipëri, duke ngritur dyshime mbi ekspertizën e tyre reale. Studio ligjore Kazovic ka reaguar publikisht duke theksuar se zbulimi i këtyre elementeve ngre pikpyetje serioze mbi themelimin e procedimit penal dhe mbi mënyrën se si është nisur hetimi. Po ashtu, avokati i Viliajt Plaren Dreca ka deklaruar se nisja e ndjekjes penale mbi një bazë të tillë vën në dyshim procesin e rregullt ligjor dhe integritetin e hetimeve të kryera nga prokuroria e posaçme. Ka sinjalizues të pretenduar janë emrat sajuar, individ fiktiv dhe pretendimet që atribuohen atyre janë të pambështetura dhe në thelb të pabesueshme. Ky zbulim shqetësues sugjeron më tej se s'pa ka nisur një ndjekje penale të rëndësishme ndaj një kryetari në detyrë mbi një premisë thellësisht të dyshimt, duke theksuar shqetësime serioze mbi procesin e rregullt ligjor, integritetin e ndjekjes penale dhe sundimin e ligjit. Çështja ndaj kryebashkiakut të Erion Viliajt ka tërhequr vëmendje edhe në studiot ligjore ndërkombëtare, të cilat kanë shprehur rezerva mbi mënyrën e nisjes dhe zhvillimit të procesit penal në gjykatën e posaçme.